يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Mëshirë për botën. Me këtë mision e solli Zoti në këtë botë të dërguarin e tij, Muhammedin, paqja qoftë mbi të, të cilit ja shpalli Kur'anin, për ta përsosur Islamin si fe dhe për ta vullosur misionin e profetësisë. Mesazhi i tij ndërtuar mbi mëshirën, dashurinë, drejtsinë dhe udhëzimin do të mbetet përgjithmonë dritë për besimtarët kudo që janë. Dhe kjo ditë e madhe që solli si hariq për muslimanët u shënua me nderim edhe në Gostivar, me organizimin e përvitshëm që e realizon Muftinia e Gostivarit të titulluar Mirë se erdhe o Resulallah, e që realizohet në patronazhin e Reisul Ulemas Shaqir Efendi Fetahu. Mirëseardhje të pranishmëve ju uroj Muftiu i Gostivarit Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, i cili theksoi se duke e kujtuar më të dashurinë e njerëzimit, ne nuk e harrojmë dhe duke mos e harruar, ne vazhdojmë ta pasojmë traditën e tij me nderim e përkushtim, ashtu siç na ka porositur ai. Më paraqet kënaqësi të veçantë që në këtë natë të madhe, duke përkujtuar personalitetin më të lartë të njerëzimit, ai i cili ndriçoi rrjedhën e historisë të njerëzimit, pejgamberin e fundit të Allahut, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të gjithë juve t'ju dëshiroj mirëseardhje, si dhe t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Vërtet sonte jemi të tubuar për të kujtuar jetën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, misionin e tij, shembullin e tij, dhe duke mbajtur gjallë dashurinë për pejgamberin e Allahut, ne sonte jemi këtu që të përkujtojmë lindjen e tij. Një lindje e cila gjithmonë ka shërbier, shërben dhe do shërbejë në të ardhmen, si shembulli i personalitetit më të përkryer që Allahu fuqiplot dërgoi mbi sipërfaqen e tokës. Ai është Muhammed Mustafaja, vëllezër të ndershëm. Ai është drita i cili ndriçoi mbi errësirën në cilën ishte njerëzimi. Programi u ndoq nga afër nga muftitë të vendit e mysafir, drejtori institucionesh, ministra e deputet dhe shumë besimtar që kishin ardhur për ta ndarë gëzimin e njërës nga ditët më të ndritshme të historisë islame, lindjes së atij që ndryshoi rrjedhat e historisë, e me fjalët më të zgjedhura për personalitetin e Muhamedit, paqja qoftë mbi të, dhe misionin e tij në këtë jetë dhe jo vetëm, foli kreu i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Shaqir Efendi Fetahu. Rëndësia historike e lindjes dhe ardhjes së Muhamedit alayhis salam e dëshmoi vetë historia. Qysh gjatë jetës së tij u vendosën bazat kryesore të një shoqërie të re, institucionet e dijes, drejtësisë, paqes dhe solidaritetit. U ndërtuan marrëdhëniet ndërnjerëzore mbi parimin e dinjitetit dhe respektit, pa dallim race, origjine apo përkatësie shoqërore, që vërtetoi në formimin e bashkësisë me përgjegjësi në të gjitha sferat e jetës. Ky mision dëshmoi në një racionalitet të jashtëzakonshëm dhe një kulturë të thellë njerëzore. Ai shumë shpejt u shndrua në një nga lëvizjet më të fuqishme të historisë njerëzore, duke i dhënë njerëzimit një impuls të madh intelektual, moral, ekonomik, kulturor, shkencor dhe artistik. Mesazhi i parë i shpalljes ishte domethënës dhe revolucionar. Lexo në emër të Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. Me këtë imperativ, dia u vendos në themel të ngritjes së njeriut. Ky event u shoqërua me një program të begat fetar, ku çdo pikë e prezantuar shpalos pjesë nga mesazhet hyjnore që vule e profecisë u apërculli besimtarve, duke sjellë në vëmendje vlerat e besimit, paqes, mëshirës, dashurisë dhe humanizmit.
Bir serde Muhammed Mustafa Madhështia e tij ishte në atë që e mbolli në zemrat e njerëzve. Pra, ky është pejgamberi ynë, që zgjodhi Zoti shembull për njerëzimin. Ne jemi fëmijët e një umeti të madh. Umeti Muhamedit alayhis salam. Ne do të ndjekim shembullin e tij. Ne do të jetojmë mësimet e tij. Dhe do të jemi krenar që jemi pjesë e umetit të tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të dërguarin Muhamedit alayhis salam. Ardhja e tij në këtë botë për të shpjeguar dhe mëshiruar misionin hynor bëri kthesë në të gjitha sferat e zhvillimit njerëzor dhe i dha kahje për mbajtje të plot historisë njerëzore. Prandaj 12 Rabiul Awwal, dita që shënon lindjen e të dërguarit Muhamedit, paqja qoftë mbi të, për besimtarët mbetet një ditë e veçantë kujtimi dhe reflektimi. Në këtë ditë, në të gjitha xhamit e vendit, ligjëratat e hoxhallarëve përqendrohen tek jeta, misioni dhe sakrificat e të dërguarit për të sjellë në kujtesë rrugën e gjatë në për të cilën u përcoll mesazhi islam. Sakrificat dhe përkushtimit i ndërshekuj janë arsyeja pse sot besimtarët e jetojnë dhe e gëzojnë fenë e tyre, duke parë këtë ditë si një përkujtim të lindjes së tij dhe si një thirrje për ta njohur, dashur dhe ndjekur shembullin e tij ndërshekuj.